U kthem në studio për të diskutuar në lidhje me përgjigjen e dhënë Lidhja Demokratike e Kosovës lëvizjes vetëvendosje pra refuzimin që është bërë edhe këtë herë sa i përket konstituimit të Kuvendit të Kosovës dhe funksionalizimit të qeverisë së vendit. Për të folur për të gjitha këto çështje me mua në lidhje direkte nga Gjermania është Lulzim Veliu, analist i cili do të na njoftojë më shumë nga ana e tij profesionale sa i përket kësaj çështje. Zotri Veliu, faleminderit shumë që pranuat që të jesh pjesë e Infodes. Faleminderit për ftesën. Përshëndetje për ju dhe shikuesit e televizionit. Inderuar, besoj që i ke pa lajmet sa i përket refuzimit të LDK-s, lëvizjes vetëvendosje për të bërë bashkë Kuvendin e Kosovës dhe për të filluar funksionalizimi i saj. Ka qenë i pritur ky vendim nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës? Unë mendoj se vendimi për refuzim nga Lidhja Demokratike nuk ishte diçka që nuk është pritur, pra e kemi pritur të gjithë, pasi një refuzim të tillë Lidhja Demokratike e Kosovës i ka bërë lëvizje vetëvendosje edhe kohë më parë kur ju drejtuam me një ftesë për bashkëpunim dhe koalicion, ndërsa tani ishte momenti kur ata përfundimisht treguan se nuk do të jenë pjesë e koalicionit qeverisë me lëvizjen vetëvendosje dhe si e tillë me sa po shihet në të gjitha rrethonat Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme, pra dhe siç kam thënë edhe më herët në disa intervista të tjera, sipas të gjitha gjasave me këto problematika Kosova do përballet deri në vjesht me qeverinë në detyrë. Pra nuk do të kemi qeveri deri në vjesht nëse do të shkojmë në zgjedhje që sipas të gjitha kalkulimeve është e vështirë për të arritur deri te një qeveri, pasi lëvizja vetëvendosje vetëm nuk i ka numrat, PDK-n e ka larguar nga mundësia e një koalicioni apo bashkëpunimi, ndërsa Lidhja Demokratike ka refuzuar ftesën nga lëvizja vetëvendosje. Çka unë nuk arrit të kuptoj është Lidhja Demokratike e Kosovës, një parti që gjithmonë është thirrur në emër të shtetit, në emër të institucioneve, institucionalizmit e gjërave të tilla, kurse në momentin e duhur në njërin anë refuzon lëvizjen vetëvendosje që bashkëqeverisin, kurse në anën tjetër ju qet kushte partive opozitare për të krijuar qeveri. Pra në çdo mënyrë është e vendosur për të qëndruar në opozitë dhe me pritje se ndoshta do ndodh ndonjë befasi që një ditë Lidhja Demokratike e Kosovës të merret vetëm me 50 më shumë % nga parlamenti i Kosovës, për çka unë jam mësej sigurt se nuk do ndodhet asnjëherë, ka ndodhur një herë me lëvizjen vetëvendosje dhe një gjë e tillë nuk e besoj që për një periudhë 20 vjeçare do të përsëritet në parlamentin. Pati disa arsye nga ana e Lidhjes Demokratike e Kosovës, të cilët e panë si rrezik të demokracisë në vend, mos lejimi i si duhur i funksionalizimit të medieve në Kosovë, pa ashtu edhe bashkëpunimi jo i mirë me partitë politike në të kaluarën, tha se ka shtyr deri tek refuzimi i kësaj kërkese nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Si ju duken të gjitha këto pikpamje që ka LDK-ja kërshi lëvizjes vetëvendosje? A është kjo ajo që është pritur edhe tani duke ditur gjuhës të cilën e ka përdorur lëvizja vetëvendosje e sidomos e cila ishte mjaft e ashpër edhe gjatë fushatës, pa ashtu edhe një lloj krenarie që ka marrur vota më së shumti në Kuvendin e Kosovës dhe duke mos bashkëpunuar ashtu siç duhet në mes vete. Mirë, është mëse e vërtet se ka marrë vota më së shumti, mirë, po me sa po shihet janë të pamjaftueshme, por ndërsa nuk nëse kthehemi në anën tjetër dhe i lexojmë ato arsyetime nga Lidhja Demokratike, unë mendoj se janë të paarsyeshme, se nëse kemi rrezikshmëri të gazetarëve apo mos trajtimin e duhur, atëherë ajo duhet të luftohet, nuk luftohet duke ikur e ushqehur si struc, ashtu si e bën Lidhja Demokratike e Kosovës, në njërin anë me opozitën, ashtu edhe në anën tjetër me pushtetin aktual apo me ish pushtetin, pasi aktualisht është qeverisi në detyrë. Unë mendoj se Lidhja Demokratike për të përmirësuar këtë gjendje, ndoshta do të kontribuonte më tepër duke u bërë pjesë e institucioneve dhe se në momentin që je pjesë e institucioneve, ato kemi të bëjmë me përgjegjësi, por edhe me detyrime që dalin nga përgjegjësitë dhe në këtë mënyrë do të kishte mundësi për të bërë përmirësime të mëdha, nëse ata e mendojnë se e bëjnë më mirë. Mirë po shihet qartë se ata nuk janë të gatshëm.
edhe një gjë duhet shtuar në këtë moment, se në qoftë se me të vërtet do të shkojmë në zgjedhje të parakoshme dhe lëvizja vetëvendosur do të qëndroj asaj thënies së saj se nuk do të kërkoj koalicion me Partinë Demokratike, atëherë Lidhja Demokratike e Kosovës do të jetë forca që do humbë më shumë për arsye se ata tani më kanë edhe probleme të brendshme dhe ka pakënaqësi brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, pakënaqësi të cilat shkojnë në drejtim të kryetarit aktual Lumir Abdixhikut, i cili me shumë gjasa mund edhe të humbë postin e kryetarit. Në një situatë të tillë të shkohet në zgjedhje dihet çfarë mund të jetë rezultati. Edhe po shihet shumë qartë se si Partia Demokratike ashtu edhe lëvizja vetëvendosje në gjë të tillë e kanë nuhatur shumë mirë, jo vetëm problemin e Lidhjes Demokratike, por edhe të koalicionit në mes të Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe nismës social-demokratike, koalicion i cili është prishur dhe në qoftë se zgjedhjet do bëhen një koalicion me tyre nuk do të ketë, dhe në qoftë se këto dy forca politike nuk arrin një koalicion qoftë me zveti apo me dikën tjetër, është shumë e mundur që ato të mos jenë pjesë e legislaturës së ardhshme. Mirë, po Abdixhiku ka propozuar që të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse shqiptare, ku kësaj ftese për takim është përgjigjur me njëherë kriju i Aleancës për Armërinë e Kosovës. A pritet pra që pasi që të kalon të gjitha afatet nga ana e lëvizjes vetëvendosje për formimin e qeverisë së vendit, të jepet rradha qeverive të partive të tjera, më falni, që të formojnë qeverinë, AK dhe LDK janë të gatshme, mirë po presin edhe PDK që t'japë përgjigjen e saj. Qeveri gjithëpërfshirëse do të ishte në qoftë se një gjë të tillë do ta kërkonte partia që është tani në pushtet. Pra në nismë nga lëvizja vetëvendosje dhe në bashkëpunim me partitë e tjera parlamentare do të bënte një qeveri gjithëpërfshirëse, qeveri e cila do të ishte më e mira për momentin aktual çfarë në të cilën ndodhet Kosova, por edhe në aspektin e gjeopolitikës, pasi kemi ndryshime të mëdha, kemi problematika të mëdha rreth e përqartë Kosovës dhe në këtë mënyrë do të ishte e mundur që Kosova të jetë në gjendje të marrë vendime të rëndësishme, pasi ne shumë mirë e dimë se pas një viti kemi zgjedhjen e presidentit dhe zgjedhja e presidentit kërkon të 10 mandate. Dhe një qeveri e vogël çfarë është pretenduar të bëhet deri më tani nga Lidhja Demokratike, nga lëvizja vetëvendosje, apo qoftë edhe nga partitë e opozitës, pas një viti do të jemi prapa qeveri, do të rrezohet qeveria në mungesë të numrave për presidentën, por jo vetëm këto, ne jemi ende në procesin e dialogimit i cili kanë ngecur në vend që nga më tepër se një vit nuk kemi pasur takime dhe takime të tilla nuk do të ketë derisa Kosova të mos e ketë një qeveri. Dhe në momentin që të kemi një qeveri, po pra kemi një urgjencë të formimit të qeverisë së vendit. Patjetër, po jo vetëm krijimin e një qeverie, por një urgjencë e cila i kërkon Kosovës të ketë një qeveri të fuqishme, qeveri e cila do të jetë në gjendje të marrë edhe vendime të mëdha, ndoshta edhe vendime të dhëmshme. Mirë po, Zotri Veliu, çka pritni më tutje? Ne kemi pa që Aleanca për Armërinë e Kosovës nuk është ftuar në takim nga lëvizja vetëvendosje. Pse është bërë kjo neglizhim nga ana e lëvizjes vetëvendosje kriju të Aleancës për Armërinë e Kosovës, pasi që pati në takim zotrin Memli Krasniqi, po ashtu edhe ju bë ftesë edhe zotri Lumir Abdixhikut. Po, në këtë moment duhet të dallojmë se çfarë ftesësh bëhet fjalë. Memli Krasniqi nuk është ftuar për bashkëqeverisje. Memli Krasniqi është ftuar që të bëhet e mundur votimi i kryetarit të parlamentit. Pra, lëvizja vetëvendosje, unë uroj dhe shpresoj që lëvizja vetëvendosje pas përgjigjes që ka marrë nga Lidhja Demokratike të reflektojë në këtë rast dhe të vendos në të mirën e votuesve, në të mirën të qytetarëve, në të mirën të Republikës së Kosovës dhe të mundohet në çdo mënyrë të ketë një gjithëpërfshirje për krijimin e një koalicioni gjithëpërfshirës pra të gjitha partive, në atë kohë të ftohet edhe Partia Demokratike, edhe Aleanca për Armërinë e Kosovës, por në qoftë se shtrohet pyetja pse deri më tani nuk është ftuar, unë mendoj se kemi pasur gjuajtjen mes tyre, pra me tone shumë të ashpra, sidomos nga kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, i cili e quan edhe pro-serb, e quan edhe njëri të Serbisë, kryeministrin Kurti, dhe ndoshta këto janë shaqet kryesore që ata tani nuk e kanë bërë një ftesë të tillë zotit Haradinaj dhe Aleancës për Armërinë e Kosovës.
Mi po ne kemi pa një përpjekje nga ana e lëvizjes së vendosjes që të votohet kryetari i Kuvendit të Kosovës me vota të fshehta. Pra, në rast se shkohet me këtë votim, a besoni që do të ketë numrat për formimin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës? Po, çështja e kryetarit të Kuvendit nuk është problematika. Problematika është se asnjëra nga palët nuk kanë votat për krijimin e qeverisë. Dhe qeveria aktuale, qeveria në ikje, mundohet të shfrytëzoj këtë momentum, pasi për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit nuk kemi afate ligjore të cilat të përkufizojnë se deri në këtë datë apo në atë datë duhet të zgjidhet, apo me kaq seancë duhet zgjidhej kryetari i parlamentit. Ata mund të vazhdojnë pafundësisht në çdo 40 orë duke mbajtur takimet e tyre, duke marrur mëditjet nga parlamenti, mirë po situata mbetet njësoj, ndërsa në momentin që kemi zgjedhjen e kryetarit të parlamentit, atëherë posti i kryeministrit i ka afate ligjore që brenda tyre duhet të zgjidhet, dhe në rast se nuk zgjidhet, mandati ka lënë të tjerët. Dhe unë mendoj se kjo është duke u shfrytzuar për të arritur numrin e votave. E më sapo shihet, ajo do të jetë shumë e vështirë. Tani masi ka marrë edhe një përgjigje negative nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e unë mendoj se duhet reflektim nga të gjitha palët, e sidomos nga shumica, pasi që përgjithësia gjithmonë është ai që ka shumicën. Në këtë rast e kemi pra lëvizjen vetëvendosje, ata duhet të mundohen të nxjerrë një modus që do t'i bashkojë të gjitha forcat politike për krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse, qeverie e cila do të jetë në gjendje të marrë vendime të rëndësishme, do të jetë në gjendje të kthej Kosovën në rrugën e integrimeve dhe të zhvillimit ekonomik. Zoti Veliu, ai është ardhur rrallë presidentës që të japë një fjalë sa i përket kësaj çështje politike dhe ngërçit të cilën ndodhemi aktualisht. Po unë mendoj se presidenti është ajo që zgjidhet nga parlamenti, dhe në këtë rast fjala vetme e presidentes është mandatimi i kryeministrit të ardhshëm. Besoni që nuk do të përzihet në këto çështje që kanë të bëjnë me formimin e qeverisë së vendit? Po si ka mundësi që të përzihet, pasi që ajo është presidente dhe nuk e ka ndikimin të asnjëra nga forcat politike. Po, të paktën që t'i ftoj partitë politike të ndërmarrë ndonjë hap që të ketë një bashkëpunim edhe përmes saj. Kërkesat e tilla ata të mos presin jo vetëm presidentin, por ata çdo ditë takohen në korridorët dhe zyrat e Kuvendit të Kosovës. Ata duhet të kthehen, të reflektojnë dhe ftesë për ta duhet të jetë gjaku i dëshmorëve. Ftesë për ta duhet të jetë sakrifica e popullit të Kosovës. Ftesë për ta duhet të jetë problematikat e qytetarëve të Republikës së Kosovës e të kthehen realitetit, të kthehen me këmbë në tokë dhe të reflektojnë për gjithë atë çfarë janë duke e bërë deri më tani, se kjo është e papranueshme dhe nuk ndodh në asnjë vend të botës që të kemi 11 seanca të njëpasnjshme për të njëjtin emër për ta zgjedhur kryetar të parlamentit. Në këtë rast na del si Zonja Haxhiu, që ka më rëndësishme se Republika e Kosovës. Pra, ata duhet respektuar. Mi po, tani jemi në një situatë ku edhe fondet e Bashkimit Evropian duhet një kohë për të implementuar ato dhe për të marrë ato fonte në kohën kur kemi shtrejtimet e energjisë elektrike dhe populli po përballet me drejt për drejt me të gjitha shtrejtimet që janë bërë në Kosovë dhe për gjërat esenciale në vend, gjithsesi na duhet që të kemi sa më shpejt institucione të vendit. Patjetër që duhet të ketë institucione sa më bile ne jemi vonë me krijimin e institucioneve të vendit. Unë mendoj se kjo problematik, pra mos krijimi dhe seancat e njëpasishme e kanë bërë që vëmendja e mediave dhe të gjithë opinionit të largohet nga problematikat që kanë qytetarët e Republikës së Kosovës. Nga shtrejtimi i rrymës, kjo qeveri kur erdhi në pushtet premtoi se do të ketë zbritje të çmimeve të rrymës, ndërsa ne tani po e shohim se kemi ngritje të her pas hershme të çmimit deri këtu fundit me 16%. Pra, të gjitha këto rëndojnë mbi kurrizin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Dhe ata tani janë në komoditetin e tyre se po zgjidhet apo nuk po zgjidhet, 40 tetor është bërë një arenë ndërtesa e Parlamentit të Kosovës është bërë një arenë e cirkut politik. Zoti Veliu, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesë dhe të ndash këto pikpamjet e tua politike sa i përket gjendjes aktuale në të cilën ne vendodhemi. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues të Infodesë, këtu po e përfundojmë edhe sonte. Ju faleminderit për vëmendje dhe do shihemi nesër në të njëjtën kohë.